U vonua 10 minuta, flet gruaja që humbi avionin e Air India, jam duke u dridhur akoma. Ndonjëherë fati ndërhy në mënyrat më të paimagjinueshme. Për Bomi Kauhan, një grua e cila jetonte në Londër dhe vizitoi Indin pas 2 vitesh, një vonesë 10 minutëshe u bë viandarse midis jetës dhe vdekjes. Ajo kishte prerë një bilet me fluturimin AI 171 të Air India Boeing 787 Dreamliner, i cili vetëm pak minuta pas nisjes u rrëzua dhe humbën jetën gati 200 pasagjerë. Jam mirënjohëse Zotit që më shpëtoi, tha ajo për mediat vendase me zërin që i dridhej teksa qëndronte jashtë shtëpisë së familjes së saj duke u përpjekur ende për të kuptuar se çfarë kishte ndodhur. Trupi im është duke u dridhur akoma, nuk po flas dot. Mendja ime është plotësisht bosh tani, pasi dëgjova gjithë ato që ka ndodhur, ka thënë ajo më tej. Ditën e fluturimit, gruaja ishte duke udhëtuar për në aeroportin ndërkombëtar Sardar Vallabhbhai Patel kur u bllokua në trafik. Ajo mbriti në terminal vetëm pak minuta para nisjes së planifikuar. E humba fluturimin vetëm 10 minuta, tregoi ajo me lot në sy. U luta, por nuk më lejuan të hipja në aeroplan pa printimin e dokumentit. U nisa nga aeroporti rreth orës 13:30. Fluturimi u nis rreth orës 13:38. U rrëzua vetëm disa minuta më vonë. Nuk di si ta shpjegoj se çfarë ndjej. Ajo kishte ardhur në Indi për pushime të shkurtra, udhëtimi i saj i parë për në shtëpi pas 2 vitesh. Ajo kishte planifikuar të kthehej në Londër vetëm, ku e priste burri i saj. E kisha pritur me padurim këtë udhëtim për të parë familjen, për të thithur përsëri ajrin e vendit tim, tha ajo ndër të tjera.